Është një nga zërat më kritik ndaj leadershipit të Partisë Demokratike, por që duket se kritikat nuk ndalen vetëm në kohën kur demokratët vendosën të protestojnë në bulevardin e kryeqytetit. Majlinda Bregu, e ftuar në emisionin Teku në INTV, thot se kauza e opozitës është e drejtë, por kjo kauzë pikën kulmore duhet ta ketë diku tjetër, në pjesëmarrjen e saj në zgjedhjet e përgjithshme. Ky mendim bie ndesh me qëndrimin e leadershipit, por Majlinda Bregu thot se rruga e opozitës duhet të jetë drejt zgjedhjeve. Nuk e shoh si pikën fundore të një aksioni të rëndësishëm opozitari i cili sigurisht duhet kulmojë me zhvillimin e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Bregu shfaqet ndryshe në qasjen e saj të sjelljes së opozitës kundrejt institucioneve. Për deputetën demokrate, protesta nuk mund të përjashtoj format e tjera të angazhimit të opozitës. Sigurisht protesta, por po aq edhe pjesëmarrja në institucione dhe po aq përgatitja për zgjedhje. Ndërsa lëvizjet politike janë të shpeshta gjatë këtyre ditëve, në tentativë për të gjetur zgjidhjen e ngërçit politik, Majlinda Bregu ka këtë qëndrim. Jam e bindur që duhet të ketë një zhvillim tjetër, më me hovë. Po në fakt çfarë do të ndodhë më pas? Do të shohim. Por duket se Bregu ka një peng për gjatë kësaj kohe. Është adrenalina zgjedhore që i mungon, të cilën ajo po mundohet ta zëvendësojë me takimet e saj me qytetarë në çadrën e lirisë. Nuk ka atë e cila normalisht në një periudhë tjetër normale tani do të kishte qenë mbi zotruse që është adrenalina e fushatës zgjedhore. Ndiqni të shtunën në intervistën e plotë të deputetës Majlinda Bregu në emisionin Tekun me Ariola Shehun në INTV. Por pra për shembull